Profeti Nuhu a.s. mori një urdhër nga Allahu të ndërtonte një anije të madhe, sepse do të kishte përmbysje. Allahu do të sjellte shi dhe të mbulonte tërë tokën. Por njerëzit e asaj kohe nuk e kuptonin këtë gjë, sepse një përmbytje e tillë nuk kishte ndodhur më parë. Ata nisën të dyshonin dhe e quanin Nuhun të çmendur. Por Nuhu nuk lejoi që dyshimet e tyre të ndalonin. Ai nuk i dëgjoi njerëzit, por dëgjoi vetëm thirrjen e Allahut dhe vazhdoi të ndërtonte anijen e madhe. Ai e dinte se ata nuk ishin dëgjuar fjalën e Allahut ashtu si ai. Thjesht vazhdoi të ndërtonte, të shpallte dhe të falenderonte Allahun për mbrojtjen dhe favorin e tij, sepse ai e dinte se Allahu do të sjellë atë shi, do të mbulojë tokën dhe do të shpëtojë Nuhun, familjen e tij dhe dy nga çdo krijesë. Dhe me të vërtet ashtu ndodhi. Ata që nuk besuan mbetën të hutuar dhe në fund u mbytën, ndërsa Nuhu dhe të besuarit u shpëtuan fal urdhrit dhe favorit të Allahut. Kur Allahu të jep një urdhër dhe vendos një thirrje në zemrën dhe shpirtin tënd, që askush në familjen tuaj nuk e ka përjetuar ndonjëherë, vazhdo të besosh në atë thirrje dhe vepro sipas urdhrit të tij. Të tjerët që nuk kanë të njëjtën thirrje mund të përpiqen të mbjellin dyshime dhe negativitet, nuk do të besojnë, madje mund të thonë se je i çmendur dhe do të bëjnë pyetje si: a mendon se kjo është e mundur? Kjo është vetëm iluzion, unë nuk shoh se si mund të ndodh. Unë nuk besoj në këta thirrje, në këta urdhra, këta janë vetëm këtë mendja jote, e tjerë. E vërteta është se ti nuk mund të ecësh drejt asaj që Allahu ka vendosur në zemrën tënde, nëse je vazhdimisht i përqendruar te miratimi dhe kënaqësia e njerëzve, dhe nga mendimet e tyre se çfarë do të thonë ato, a dyshojnë ato, a besojnë në ty, e tjerë. E vetmja gjë që duhet të besosh është në veten tënde dhe në thirrjen që Allahu ka vendosur në zemrën tënde. Nëse zemra jote është e lidhur me mendimin e tyre, ti nuk do të ndjesh kur qetësinë që vjen nga udhëzimi i Allahut. Pyetja që duhet të udhëheq çdo hap tëndin nuk është çfarë thonë të tjerët, a të besojnë tjerët apo jo, por a është i kënaqur Allahu me mua? A i përgjigjem urdhrit të tij? Dhe nëse Allahu është i kënaqur me ty, atëherë s'ke pse të shqetësohesh të kënaqësh të tjerët. Mos lejo që ata të të heqin shpresën për shërim, për sukses, ndikim dhe nivele të larta që Allahu ka për ty. Përqendrohu te thirrja që ke në zemër, adhuro Allahun ashtu si Nuhu a.s. dhe kërko mbrojtjen e tij. Sepse kur ti përgjigjesh Allahut, ai do të çojë në horizonte ku do të shohësh favorin e tij të jashtëzakonshëm, dhe gjëra që dukeshin të pamundura do të bëhen të mundura. Vazhdo të ndërtosh në heshtje dhe lëri dyshuesit të habitur. Lejo që suksesi yt të flasë më shumë se fjalët. Esselamu alaikum.